është sarkazma e artit, është sarkazma e teatrit, është sarkazma e tekstshkruesve, ajo që shpesh ka ndikuar që nëse ke shku me pas një kohë relaksi për të pa një shfaqje, ke dal nga shfaqja me shumë mesazhe në kohë, pavarësisht që ajo shfaqje ka qenë një humor dhe ti ke qesh për atë një orë sa ke shikuar shfaqjen. Një të tillë e ka pa të arsyeshme ta bëjë edhe aktoria Grace Gashi, e cila si producente edhe si aktore ka zgjedhur një tekst ku përmes humorit ka vendosur që sarkazma të jetë ajo që bën thirrje të ndalohet dhuna, sepse në fund karma është ajo që fiton. Në fund është ajo që kushdo që provon ta lëndojmë, është ajo që fiton. Grace Gashin e kam studio me shumë kënaqësi e prezantoj para jush. Mirë se erdhe Grace. Mirë se gjeta, ke një hyrje e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Unë mundova me kap qëllimin tënd. Unë e di prej para se të bëj shfaqja kur më ke thonë, Sar, na nuk mundemi me bë shumë dramë në teatr, po më duhet diçka përmes humorit me vedisu me mesazh, këtë mesazh. Edhe unë kom thonë, po qysh mundesh Grace përmes humorit. Edhe kur erdha me pa shfaqjen Grace, për një me është me duar trokit, sepse e ke arrit komplet. Mas parim vje mirë që e ke pa shfaqjen edhe po flet tash me qenë se e ke pa, po është e vërtet, kom dasht me përqu në përmjet sarkazmës, në përmjet komedis, me përqu disa mesazhe të cilat janë brenda në shfaqje, e që ndoshta edhe shumica nuk munden me i kuptu, po ai që e dëgjon tekstin me vëmendje, e shet që sarkazma është forma ma e mire së vërtetës. Absolutisht. Forma e të vërtetës është sarkazma. Kështu që shfaqja titullohet Nën shpirtrat, po gratë nuk i kanë nën shpirtra, nuk i kanë këto shanse me i pas nën shpirtra, edhe fatkeqësisht po ka shumë gratë cilat po dhunohen, po vriten, edhe nëpërmjet kësaj sarkazme ne kemi dashur me përçu një mesazh që ajo çka ti dëshiron me i bë tjetrit, kthehet gjithmonë tek vetja edhe ti ai që lëndohesh.